E pastaj hoxhë edhe sa jeton Amina nëna e pejgamberit sa pas vdekjes së burit të saj. Amina pasi ishte shtatzane, thuhet se pas 7 muajve, do thot ka lind Muhamedi alayhi salatu wassalam. Njeriu më i madh në historinë e botës. Sigurisht, patjetër. Prej të Ademi alayhi salam deri te njeriu i fundit. Po deri në kiamet alayhi salatu wassalam. Dashur Allahu që na gëzon që të jemi bashkë me ta në xhennet inshallah. Amin. Edhe gjatë lindjes kanë ardhur disa shenja që e kanë, do thot kanë qenë shenja të lindjes, do thot që nuk i kanë përjetu gratë tjera, absolut, mirë po këto krejt janë me caktimin e Allahut, padyshim. Atëherë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, pas lindjes, do thot për ta u kujdes gjyshi i tij, Abdul Muttalibi. Muhamedi alayhi salatu wassalam si fëmijë kur ishte në moshën 6 vjeçare, nana e tij Amina e mor birin e saj edhe shkon te familja vet, që ishin që patën shku në Medinë. Edhe e merr birin e saj Muhammedin alayhi salatu wassalam. Atje edhe qëndroi 1 muaj. Medinë. Po. Në Medinë faktikisht Amina e ka pas familjen. Atëherë do thotë që kanë shkuan familja në Medinë. Edhe gjatë kthimit kanë qëndruar 1 muaj, gjatë kthimit në një vend që quhet El Ebwa prej Medinës duke shkuar në Mekë, Amina bint Wahb, do të thonë nana e pejgamberit alayhi salatu wassalam, aty e gjen vdekja. Në rrugë. O ka qenë me pejgamberin? Po, pejgamberi me ta ka qenë. A vetëm 6 vjeçar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka qenë fëmijë. Subhanallahu, këto janë. Do të thonë ka qenë vetëm Amina, nëna e pejgamberit dhe pejgamberi. Po, ka pas edhe njerëz tjerë. Ka pas normal që thuhet se po rrugë gjatë, na pe udhtojmë me kerrë me autobuse diçka dhe sa lodhjen ata kanë udhëtuar, do thot me kushte shumë të rënda të vështira, nxehti, skamja, gjithat. Do sakrifica më kthy. Po, ka vdekën Amina. Edhe masandej e merr një grua tjetër pejgamberin alayhi salatu wassalam që e dërgon në Mekë për ta me dërgon në Mekë, po 6 vjeçar, po. Edhe e kthen në Mekë atje te familja vet, edhe mas 2 viteve tjera i vdes edhe gjyshi Abdul Muttalibi, kur ka qenë 8 vjeçar. Domethënë këto krejt çfarë sprova subhanallahu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Hala pa arnjet, po kur do thotë edhe kur ka lind edhe si fëmijë, do thotë këto i ka përjetuar të gjitha mirë, po gjitha këto do të arrijmë atje, do të shohim se kanë qenë, do thotë para përgatitje për pejgamberin alayhi salatu wassalam, i cili do të bartë një mesazh shumë me rëndësi, shumë të rëndë, shumë me peshë, shumë me vlerë tek njerëzimi, tek gjithë njerëzimi. Në veçantë ai popull që vërtet Allahu Azza wa Jall ka dërguar profet.